ka vepra të cilat neve na prishin jetën. Po vepra të cilat na prishin jetën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith, gjë më shumti që kam frikë për ummetin tim është syefaqësia. Është rria, thajnë kështu në gjuhën arabe. Syefaqësia është ajo e cila veprat tona na i humb, ashtu si ka ardhur në hadithin tjetër se ditën e gjykimit njeriu do të vijë me vepra sa që arrin qiellin. Mirë po kur të shikohet sinqeriteti i tij, ato i bëhen haba'an manthura, i bëhen shkum deti, humbin. Për çfarë arsye? Sepse sinqeriteti i tij nuk ishte për hir të Allahut, nuk ishte i sinqert veprat që të jetë kënaqësia e Allahut, kishte për qëllim syefaqësinë. Syefaqësia është e kundërta e sinqeritetit. Do të thënë, sinqert jemi në zemër nëse e bëjmë veprën që nuk dëshirojmë me këtë vepër të arrijmë falënderim, mirënjohje nga të tjerët, përveç nga Allahu. Ky është sinqeriteti. E kundërta e kësaj është syefaqësia. Syefaqësia është që ne të presim nga të tjerët mirënjohje dhe falënderim, që të na i shohin veprat tona dhe thënë shumë bukur, duar trokitje, të përmendim dhe ti me atë kënaqesh. Në këto raste e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe dëgjuesit e din shumica prej tyre apo të gjithë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kur të japim sadak, ta fshihim sadakën lëmoshën, aq shumë sa që mos ta di e majta çka po jep e djathta. Do të thënë deri këtu. Kështu që syefaqësia është shumë problem serioz, sepse të qenë në shirk, dhe është shirk i vogël, sepse njeriu me këtë vepër ka për qëllim në veprën e tij që të merr mirënjohje dhe falënderim dhe shpërblim prej tjetër kujt, e jo prej Allahut. Edhe këtu bëhet një lloj rivaliteti i bëhet Allahut azza wa jall në veprat ne që i bëjmë. Allahi na i pastroft zemrat dhe na bëft të sinqert.